Një natë që duhet të ishte e qetë, u kthye në një nga momentet më tronditëse të këtij sezoni të Big Brother Albania. Tensionet e akumuluara gjatë ditës me Selinës dhe Rogertit shpërthyen në mënyrën më të papritur, duke lënë banorët pa fjalë dhe publikun në shok. Pas orësh të tëra me debate, akuza dhe përplasje të forta verbale, situata dukej se ishte qetësuar përkohësisht. Por emocionet e mbetura pezull nuk u shuan. Në orët e vona të natës, teksa dritat ishin fikur dhe shumica e banorëve po flinin, ndodhi ajo që askush nuk e priste. Selina ju afrua shtratit të Rogertit dhe e goditi në një veprim të shpejtë që zgjati vetëm pak sekonda, por mjaftoi për të ndezur alarmin në shtëpi. Nga errësira nuk dallohej qartë objekti i përdorur, por reagimi i Rogertit ishte i menjëhershëm, me një pasthirrje dhimbjeje që zgjoi banorët e tjerë. Brenda pak çastesh, dhoma u mbush me zëra, pyetje dhe tension. Çfarë ndodhi? Si arriti situata deri në këtë pikë? Ngjarja ka ngritur pikpyetje të mëdha mbi kufijtë e lojës dhe mënyrën si do të reagojë produksioni. A do të ketë masa? A do të ndikojë kjo përplasje në fatin e Selinës apo Rogertit në lojë? Një gjë është e sigurt, pas kësaj nate, dinamika në shtëpi nuk do të jetë më e njëjtë.